Do ndalimi pak tek të rejat që po shpërndahen për sa i përket fatit të Bleona Matës, do kemi mundësi që të ndalimi tek pista e Anglisë. Përse ka dalë kjo pista e Anglisë, do kemi mundësin që të diskutojmë pak me Alban Duren, avokatin i cili ka bërë edhe publik këto pista të reja. Avokat, faleminderit që je me mua sot. Do të kemi gjithashtu edhe në lidhje online Bukurie Matën, nënën e Bleonës, e cila do të flasën fakt edhe në lidhje me këto pista të reja. Përpara se të shkojnë, ndërkohë që ma konfirmon dhe regjia nëse kam Bukurie. Bukurie, faleminderit që je me mua. Ju përshëndes, Flori, ju përshëndes e thala vetëm suksese për gjetjen e Bleonës. Dhe gjeti sa më shpejt se me zi përpresi me pa durim, kjo mërzitje me di dekata gati që përbahen, nuk e di për m'gulfat. Gjithsesi, do të presim, inshallah vetëm me lajmet mirë. Do të shohim. Avokat, pse kjo pistë e re e Bleonës nga Anglia? Pistë e re është për shkak të gjithë për vëndin ku ka ndodhur, le të themi, rëmbimi, duke qenë se janë shtruar disa hipoteza, organi akuzës është institucioni i cili duhet ta kishte hetuar të çështje, pra jemi nga viti, në maj vitit 2010 dhe tashmë jemi në qershor të vitit 2026, jeton 16 vite dhe ende nuk kemi një përgjigje zyrtare nga ana e organit të akuzës, por duke qenë se vetë vendodhja dhe zona kufitare ku ka ndodhur, ku mundet ka ndodhur rëmbimi, ka qenë pra zonë shumë më afër me Maqedoninë e Veriut. Dhe natyrisht, duke qenë se kjo ka qenë një zonë shumë afër dhe pretendohet që ata të cilët e kanë kryer të rëmbim, e kanë kaluar nga Maqedonia e Veriut, duke kaluar pastaj pas disa vitesh, Bleona mendoi që duhet jetë rritur dhe ka kaluar në Greqi. Pra aty ndoshta ajo ka krijuar familjen e vet, pra ka krijuar marrëdhënien e saj familjare dhe pastaj mundet që të jetë në Britaninë e Madhe. Këto janë hipoteza të cilat këto vijnë për shkak të dinamikës, pra edhe për shkak të informacioneve që ne kemi marrë në këto 16 vite, pra është thjesht një deduksion nga ana ime, duke qenë se edhe dëshmitarët, edhe emisionet të cilat janë bërë për rastin e Bleona Matës, dëshmitarët cilët kanë telefonuar, por edhe dëshminë që ka dhënë zonja, pra zonja Bukurie, mundet të çojnë në këtë pistë. Megjithatë, unë i bëj thirrje edhe një herë institucioneve dhe duhet të jetë prokuroria e posaçme. Po pse Anglinë? Përse hidhet hipoteza e Anglisë? Hipoteza e Anglisë bazuar në cilat fakte flas? Ka ndonjë indicje, ka ndonjë? Po, me ato informacione që ne kemi marrë, pra presupozohet që Bleona të ketë kaluar në Greqi, pra të ketë jetuar në shtetin grek dhe të ketë krijuar familjen aty dhe ndoshta për shkak edhe të jetës së saj, duke qenë se aty shumë emigrant nga Shqipëria, të cilët kanë vendosur që jetojnë në Republikën e Greqisë, shumica prej tyre kanë emigruar dhe kjo ka ndodhur pas krizave të shumta që ka pësuar Republika e Greqisë për shkak të punësimit, por edhe për një jetë mirë, shumica prej tyre janë zhvendosur në Britaninë e Madhe. Dhe këto të çojnë në dyshimin që ndoshta është Britania e Madhe ku ajo të jetë vendosur. Të jetë vendosur? Në Britaninë e Madhe. Megjithatë, ta përfshi pak edhe nënën me që jemi këtu. Bukurie, e ke dëgjuar pistën e Anglisë për Bleona Matën? E falenderoj avokatën me që se njoh, e kam pa disa herë që ka biseduar për rastin e Bleonës dhe e falenderoj që do të thotë që kanë ngritur zanrin për Bleonën. Unë pistën e Anglisë e kam pa në fillim kur ishte ai mashtruesi nga Maqedonia Mehmet Gjeladin Aovski, që kërkoi një shumë marrëmendse parash, që thoshte vajza është në Angli, vajza është në Maqedoni, kemi pas pista, ka më të ndryshme. Sa para kërkonte në atë? Ai më kërkoi në atë 25.000 euro. Për të dhënë informacionet e vajzës, a?
Po, dhe unë me njëherë telefonova shërbimin sekret, 700 ja dërgova, edhe pastaj në ato momenta, brenda 10 minutave, kur ja kam vënu pa kodin e do thotë shifrave të bankës, e kanë kapur policia Maqedonës apo jona dhe ka thënë e kanë bërë përmashtrim, sepse kjo nan po digjet, po përvalohet për Bleonën dhe unë e kam bërë përmashtrim, 2 vite ka bërë burg përmashtrim, por deri tani kemi pas pista kama të ndryshme, Anglinë, Gjermaninë, Greqinë, por nuk ka se kemi një vendodhje të vendosme që ne të arrijmë në gjurmët e Bleonës dhe kjo është ma e keqja, pse institucionet nuk veprojnë me dashamirësi, me shpejtësi, sepse banë fjalë për një fëmijë dhe ne nuk e dim a ka vazhdu Bleona jetën e vetë, apo ka krijuar jo familjen e vetë, sepse Bleona është një fëmijë shumë i talentuar, ajo me si do t'jetë mirë ajo e kërkon familjen e vetë. Por nuk e di, lutem Zotit, edhe drejtësisë. Jo, e kuptoj, mirë, dalemi tek pistat. Bukuria, se thirrjet i kemi bërë gjatë gjithë kohës dhe jam shumë i bindur që institucionet na dëgjojnë dhe duke e bërë programin e shpesh edhe reagojnë ato më shpejt. Në rastin e Bleonës, cila ka qenë pista më e besuar nga ty? Pra që ka qenë pista që ty të ka dhënë më shumë besim se ka qenë pista e vërtet? Fillimisht ka qenë Maqedonia, sepse të lidhte rruga, do thot në malin pikëllim ishte rruga e Kosovës edhe Maqedonisë, që mbani njerëz drum me kuaje, me rrugë makine, gjithçka. Dhe në gjitha hapësira që ka qenë në fshatin Zapot rruga që të lidhte me Maqedoninë, Kosovën, Stolicën, Dragazhin, edhe atë ditë ishte inaugurimi i tunelit 22 maj, kanë pas mënyra këmë të ndryshme. Anglinë e kemi pas, Italinë e kemi pas, Greqinë, sidomos Greqinë e kemi pas pa ndërprer. Ku ndalon pista e Greqisë? Në cilën pikë? Ku përfundon pista e Greqisë që nuk gjendet më lidhja e një historie të rrëfyer nga Bleona? Pista e Greqisë ka qenë në shumë, do thot, në vende të lëvizshme, si quhet Athina, Larisa, është parë nga një zonjë, ku në një qendër picerisë. I kemi pas këma të ndryshme, por problemi është pse nuk po hasim në gjurmët e Bleonës. To është krejt. Problemi pse nuk hasim në gjurmët e Bleonës. Kemi pas pistë në gjitha shtetet, në Gjermani, në Zvicër, janë verifiku shkollat, sidomos nga na ime, por nuk ka se e kemi një pikë file që ne tani të ngrihemi dhe të shkojmë pas Bleonës, por ku? Do me thanë se bajmë bujnë me televizor, gjithmonë na del një anulim, një pikpyetje, si ta themi një ngadalësi, por gjithsesi kemi paka shumë informacione, por nuk dua ta bëj bujë. Ke disa informacione në çfarë, për ku? Ku të drejton këto informacione? Në cilin vend? Por nuk mund ta them tash as shtetin, normal se në Europë, por për momentin nuk mund ta them një step për Bleonën se këtu apo atje, gjithsesi e kam një foto që është angazhuar nga një shtet, në shkollën e mesme, tani po verifikohen fakultetet, e diçka tjetër dhe jemi në pritje si pas detektivit. Prit, se kjo është shumë interesante. Pra, ka një foto të një vajze e cila ngjason me Bleonën, që ti beson që mund t'jetë Bleona? Jo ngjason, por është me shenjën e djegur, me fytyrën, me pamje 100% do thot të Bleonës. Dhe unë, do me thamë, pas disa ditësh, do të dërgoj edhe foto në telefon, por nuk dua njëherë që ta bajnë bujt derisa të marrë një konfirmim. Beson, më thuaj pak, kur e ke parë këtë foto, sa ngjashme ka qenë me foton, ma tregoni pak foton e cila është e vendosur? Okej, sa ngjashme është ajo foto që ke parë ti me këtë Bleonë të bërë me teknologji? 100%, por do thot kjo është bërë me identikit, kurse ajo është origjinale, do thot e ka shenjën si që ka pas në anën e djathtë, ftyrën, syt, komplet, po do thot është parë në moshën 15 vjeçe në atë shtetin, deri kur kam marru një shkollë të mesme, si që quajmë ne gjimnast, edhe tani ngelet për tu verifikuar. Edhe i kemi pas di pista të afërta, Greqia, po dhe një largim tjetër jashtë Greqisë. E kuptoj. E qartë, megjithatë, ti e ke parë këtë foto, sa e vjetër është fotoja e kësaj vajze që ti ke parë në moshën 16 vjeçare? Tani, ajo duhet verifikuet me këtë teknologjinë moderne, si ta themi ne,
Se dyshon që mund tjetë... 100% është Bleona dhe ngjashmërinë e ka. Ke frikë se me AI-n, pra me këtë teknologjinë moderne, mundet që të abuzohet me informacione për Bleonën, duke transformuar fytyrën, duke, më kupton ku e kam, duke vendosur personazhe, duke vendosur në një situatë, dhe mund të abuzojnë edhe me këtë pjesën tënde emocionale. Ajo, Flori, është parë, do thot 3 vite rjesht pa ndërprerje, është para e fëmijë, nuk është se është modifikim apo diçka, është parë 3 vite rresht, duke dalën nga ajo shtëpi, duke shkuar në shkollë, duke shkuar në qendrën sociale, do thot pas 3 viteve janë verifikuar shkolla dhe shkolla ka pranuar se këtë fëmijë kemi pas deri në gjimnaz, pastaj duhet të verifikohen shumë 28 fakultete tjera, siç i kam në vëzhgim me muaj të tërë, për foto do thot më bën të besoj dhe më bën zemra bëm që ajo është Bleona, sepse shenja është 100% dhe nuk është ajo foto e, si ta them, me modifikim, është origjinale, sepse është verifikuar nga një zonjë, nga Shqipëria, 3 vite që ka jetuar, ajo në azil e ka parë dhe ka pas koshije non-stop, pastaj ajo ka pasur një aksident dhe unë gjithë këtë informacion ja kam dhënë detektivit dhe po pres përgjigje. Detektivi tashmë është në kërkim të kësaj vajzës e cila ti beson që është Bleona? Patjetër, detektivi po, policia atje po, drejtori i policisë po, gjithë janë vënë në lëvizje dhe kam shkresën nga, do thot nga i shtet që deri ku kanë arritur kërkimet, dhe sa për kërkot i kam një foto me video gjitha, po gjithsesi ta kam dhënë besën, nuk do të bëjnë asnjë gjë buj për momentin sepse shteti jon ka qenë shumë i vënuar për kërkimin e Bleonës, sepse që në fillim kam thënë unë, Qami Lemata 1, bashkë me autorin Begzimi Sadi, e din se ku e ka dërguar vajzën dhe ta kërkova atij që të kem një takim se ka qenë drejtor i përgjithshëm i krimeve të rënda Tonin Vosi dhe e din krejt historinë e Bleonës me përgjim dhe me gjitha detajet. Dhe pse të presim ne për Flori 16 vite, ditë e kata, kur shteti e din se ku ardh vajza, pse e lën një nanë në pritje ose një fëmijë të vuaj, ajo nuk e ka dashurinë e prindit, ajo sado të jetë modest, apo sado nuk e dim, veç Zoti e din dhe jaroj më të mirën Bleonës në këtë botë, unë nuk vdes pa Bleonën edhe pa e marrë vesh të vërtetën, pse dhe çfarë të bari fëmia, pse u vënu shteti kaq shumë, kur e di gjithë me detaje, i ka gjithë me përgjime. Unë të thash të vi në studio dhe me dëshmitar, i ka të gjitha me përgjim, unë nuk rri 1 sekond pa u lumtuar për Bleonën. Më beso, unë nuk kam jetë pa Bleonën, asnjë nanë nuk mund të ketë jetë pa fëmijën e vet. Bukuria, më thuaj pak sa kohë bë që e ke parë këtë foto të Bleonës? Ka 6 muaj. 6 muaj, dhe në këtë moment fillove me njëherë që të kërkoje ndihmën ekonomike, besoj, edhe në GoFundMe atëherë pasi Patjetër, ajo as nuk ka mjaftuar, do thot 20 milion lek me tona, sepse dollari ishte shumë poshtë me 300 lek, sepse e ke parasysh detektivi sa i shkon atje jashtë apo diku tjetër, i thot 6 muaj ditë, por gjithsesi unë i baj halal gjitha, e kam shkatruar familjen edhe i falenderoj gjithë shqiptarët, por përsëri më duhet tani me forcat e mia. Përsëri kemi ndalesë, por duhet me forcat e deri sa të hasin në gjurmë kontakti me atë drejtor policie. Çfarë mendove kur pe atë foto? Si ta them, u tranova, u habita, sepse si ka mundësi një shtet jo aq i largët që ta themi ne, që mos vjen dorë shteti për kërkimin e Bleonës dhe kur e pash me atë ngjashmëri, ma të shenjën që kishte në fitir, ma të ëmbëlsinë që kishte Bleona, unë kam ngelur pa mend dhe jam shtankë, si thonë kam ngelur si në Allqin, sepse gjithë shqiptarët e kanë parë Bleonën, dhe asnjë nuk e ka marrë përsipër kur është telefonuar policia, qoftë për pistën e Anglisë që e kemi parë zotrinë 70 vjeç, ka telefonuar policinë e Lirës, ka telefonuar të Tiranës, ka telefonuar të Kusit, ka kërkuar numrin tim
dhe askush nuk është përgjigjur si duhet ndaj një fëmijë apo ndaj një nane që po kërkon didekata për këtë fëmijë dhe nuk po gjen drejtësi tek organet kompetente. Dhe po na lën të bëhemi pastaj kriminal, të rritemi durt në gjak, sepse është vonesë shumë e madhe. 16 vite, o Flori, nuk është lojë për shtetin shqiptar, kur 5 vajzat e morën vajzën dhe nuk e kthien. Personi që ishte te prit atje, kishte pa Elvira, çfarë presim na, çfarë presim? More, mu shumë kanë bon të flas vetë me vete, nuk e di ç'a të them. Të kuptoj. Pavleon nuk jetohet. Të kuptoj. Mirë, të ndalim pak me avokatin. Avokat, çfarë ndodh në rast kur zbulohet dikush që është kërkuar për kaq shumë kohë? E tha dhe Se ka një sjellje, besoj, prapavepruese, për gjendet ky person, takohet me familje, çfarë ndodh nëse gjendet Bleona? Atëherë duhet të mbajmë përgjegjësi organet kompetente që në rastin konkret i bie të jetë prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, sepse ajo ka qenë prokuroria kompetente e cila është marrë me këtë çështje, gjë që është për të ardhur keq, që kjo prokurori nuk ka hetuar në mënyrë të thelluar, nuk ka kryer veprimet procedurale, penale në mënyrë të shpejt, çka do të thotë provat zhduken, autorët zhduken, pra në momentin e parë që ka denoncuar zonja Bukurie humbjen e Bleonës, atëre organet duhet që të vepronin në mënyrë të menjëhershme dhe jo të ishin shumë të avashta dhe të fillonin hetimet vetëm në momentin që kjo çështje u bë publike dhe zonja Bukurie në çdo rast e ka ngritur këtë shqetësim. Pra, kjo është ajo që ne na mundon si Edhe mbetet që shtymë edhe në institucionet që të reagojnë edhe të bëjnë kërkimet e tyre po një lloj. Shiko çfarë dëmi të madh që po i bëhet zonjës Bukurie dhe Bleonës vetë. Pra, ata janë kaq kohë dhe janë të pariparueshme dëmet të cilat mund të jenë shkaktuar asaj. Do kemi mundësi që të flasim përsëri. Avokat, faleminderit që ishe me mua për të sjellë këtë ngjarje dhe për ta rikthyer rastin e Bleonës. Faleminderit edhe Bukurisë gjithashtu në këtë rast. Unë do të vazhdoj, Bukuria, të përshëndes, të uroj shëndet, uroj lajmet më të mira gjithmonë. Do të ndalim pas pak me ekspertën për sa i përket komenteve negative. Publicitet e rikthehem me Nadia Elbasari.